Kush flet sot për këtë pështyn mbi varrin e tyre, pështyn në fytyrën e asaj Shqipërie që sot e admirojnë gjithë. Të gjithë na shikojnë me çudi, edhe na shikojnë me respekt kur dëgjojnë që ky vend i vogël ishte një vend ku kishte dritë, ndërkohë që në gjithë Europën kishte errësirë. Ndërkohë që në gjithë Europën i merrnin hebrejt dhe i shisnin te gjermanët nga Afrika, shqiptarët i morën dhe nuk patëm frikë që të vënë veten e tyre në rrezik. Si mundet ne të katandisemi dhe të bëmi pre e ca ignorantëve, e ca delirantëve, e ca sharlatanëve që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin, edhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve, e flasin për të huajt që duhet i përzëm nga Shqipëria, e flasin për pronat e pronarëve që duhen konfiskuar, e flasin për pronat e shtetit që nuk e diun se çfarë duhet bërë. Çfarë është kjo? Kjo është një budallëk i madh. Dhe në këto momente, pikërisht në këto momente, kur Shqipëria është duke u përballur me sfidën e vetë më të madhe historike dhe kur kombi shqiptar është përballë realizimit të një momenti po aq historik sa lidhja e Prizrenit, siç është futja në Bashkimin Evropian, këto janë agenda dhe këto janë lëvizje dhe këto janë marrëzira që shkojnë në drejtim të gabuar me sensin e historisë. Unë nuk diskutoj këtu kanë të drejtë, s'kanë të drejtë ata që janë shqetësuar, a kanë të drejtë, s'kanë të drejtë ata që duan që mos ndërtohet, a kanë drejtë, s'kanë drejtë. Nuk është ky thelbi i çështjes. Gjithsekush ka drejtë këtë opinionin e vet. Por nëse ti je i shqetësuar për flamingot, nëse ti je i shqetësuar për natyrën, nëse ti je i shqetësuar për se si një zhvillim të mos e dëmtoj natyrën, po t'i ndihmoj Shqipërisë, ti je i pari që je interesuar për faktet, jo për gënjeshtrat. Ti je i pari që duhet i bësh jehon të vërtetave, jo manipulimeve. Ti je i pari që duhet kërkosh të dëgjosh si është e vërteta, të verifikosh të vërtetën mbi bazën e fakteve, edhe jo të bësh tangërllikun që ne s'duam dëgjojmë, ne s'bëjmë negociata, ne duam dorëheqjen. Dorëheqjen? Cilën dorëheqje? Dorëheqjen nga çfarë? Dorëheqjen nga misioni i Partisë Socialiste për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kush do shkojë ta përfaqësojë Shqipërinë atje? Kush do ulet atje për të negociuar me Bashkimin Evropian? Kush do t'i dali për zot Shqipërisë? Ata që kujtojnë se mjafton të vishesh si flamengo edhe je seksi edhe do të vinë tjerët nga mbrapa. Në ndërkohë që ka dalë edhe teoria tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, pushteti i tradhtarëve, këto të gjitha janë marrëzira të cilat vendet i kanë paguar shumë shtrenjtë. Po nuk po shkoj deri ke Gjermania se do më thonë pastaj që pse i ngatron këta, se këta janë çuna të bukur me nazistët. Nuk i gatroj me nazistët. Nazizmi triumfoi jo sepse ishin disa njerëz të këqinj që morën përsipër ta çojnë Gjermaninë në atë rrugë, po se shumë njerëz të mirë shkuan mbas këqive. Triumfoi jo se ata të këqit ishin djalli vetë dhe gjithë populli ishte një popull djajsh, po pikërisht sepse ata të mirët që janë gjithmonë shumica vajtën mbas Berihajt. Dhe prandaj unë nuk e kuptoj dot si mund t'jesh ambientalist edhe të rrish në një shesh
bashkë me lloj-lloj njerëzish që kanë në fjalorin e tyre 40 fjalë, nga cilat 20 i kanë një rrokshë. Ik, të që, qërë, rëdë, dëdë, qarë ambientalizmi është kë? Qa ambientalizmi është kë? Kjo është ndotja më e madhe akustike që mund t'i bëhet një shoqërie.